Më herët të diskutuam, tash jemi në pjesën e fundit të emisionit mëngjesit, por pikërisht në pjesën e parë kemi diskutuar bashkë me Ardianën sa i përket sukseseve, por që patjetër suksesi nuk vjen vetë dhe pa u mundu dhe pa e pas kuriozitetin dhe sidomos kemi folur për studentët e fakultetit juridik dhe garat në të cilat marrin pjesë ta studentët që janë mjaft të suksesshëm. Por për sukseset e tyre patjetër që nevojitet edhe mbështetja, jo vetëm ekipit dhe fakultetit që e kanë pasur e nga profesorët, por në këtë rast ju nevojitët edhe mbështetja jonë, në mënyrë që këta studentët zgjedhen evropianët e vitit në ditën e Evropës, pra me datën 9 maj, që po i bia ashtu. Tashun po e lexoj dhe po ju tregoj pse është kjo. Ekipi fakultetit juridik nga Universiteti i Prishtinës është renditur në 3 më të mirët në botë në garën prestigjioze William C. Wismut, duke konkuruar me afro 400 universitete. Studentët Ariana Rexha, Dea Fetio, Morea Pula, Melise Dio, Nën Musa dhe Rea Hadri të i kaluan gjigantët botëror si Harvard, Yale, Stanford, Oxford e të tjerë. Suksesi i tyre udhëhoq nga mentorimi i profesoreshës Donik Sherimi dhe trajnerëve Ilir Hajraj dhe Art Sylaj. Ky sukses i jashtëzakonshëm është jo vetëm një moment krenarie për Kosovën, patjetër edhe unë jam shumë krenare këto, por edhe një shembull i shkëlqyer i përkushtimit, përgatitjes dhe punës ekipore. Tani ky ekip është në mesin e të nominuarve për çmimin European of the Year, apo Evropianët e vitit, që do të ndohet me rastin e ditës së Evropës nga zyra e BE-s në Kosovë. Tani i kemi 2 prej studentëve, pjesës ekipit, të cilat kanë ardhur për me tregu se sa e rëndësishme është edhe mbështetja jo në këtë rast, çka do të thotë ky çmim, që ndihen ato që marrin pjesë në këtë garë, veçanse Morea dhe Rea kanë për herë të parë pjesëmarrjen në këtë garë kaq të madhe dhe prestigjioze, e po ashtu dhe zhvillimin pak për ata të cilët ndoshta nuk e dinë se çu zhvillohet kjo garë dhe çfarë pune shumëjore apo gjatë tërë vitit nevojitet edhe për me marrë pjesë, por patjetër edhe për me arrit në majat e sukseset e për me u zgjedhë ndër më të mirët. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këto. Unë guta me lexuar, mos me marr shumë kohë për në mënyrë që me ndohet dhe disa informata. Morea, nëse mundesh me na tregu pak në fillimisht për garën, edhe pastaj kalojmë edhe tek pjesa tjetër. Patjetër, fillimisht në emër të ekipit, ju falenderojmë shumë për ftesën, është kënaqësi me qenë këtu. Sa i përket garës së visit, e cekët shumë mirë, gara William C. Vis është garë ndërkombëtare për arbitrazhin komercial dhe për të drejtën private ndërkombëtare. Është një rast fiktiv që shqyrtohet prej studentëve në të gjithë botën, pra rasti publikohet zakonisht në muajin shtator ose tetor, që për ne është publikuar në shtator të vitit 2023, dhe ne kemi fillu punën me shkrimin e memorandumeve. Fillimisht merremi me shkrimin e memorandumit për palën paditëse, dhe kur të përfundon ajo, e ndrojmë dhe kalojmë në memorandumin e palës së paditur. Kur i përfundojmë këto memorandumet me shkrim, atëherë fillojmë përgatitjen për rundet verbale që ju themi, që janë në Vjenë. Kur kemi fillu përgatitjet, kemi marrë pjesë dhe në disa paragara, që kemi marrë pjesë në Amsterdam, në Podgorica dhe në Lisbon, dhe aty paka shumë kemi pas mundësi mi ushtru argumentet tona dhe e kemi pa ku jemi. Më pas kemi shku në Vjenë, që gara kryesore pra mbahet në Vjenë, në mars të vitit 2024 ka qenë, edhe aty kemi fillu pra me paraqitjet tona, do me thonë ekipi jonë kundër ekipeve tjera, varësisht që kemi pas shorten. Në Vjenë fillimisht ka qenë rundet e përgjithshme, ku marrin pjesë të gjitha ato 400 universitetet që u përmenden, dhe më pas bëhet kualifikimi atyre në top 64, varësisht prej vlerësimit me pikë si llogaritet. Momentin që kalojmë në 64, më pas fillon eliminimi kështu brenda ditës, që garojmë, kemi pas rreth 5 runde brenda ditës, veç jemi ndru, edhe më pas kemi kalu në gjysmë finale. Pra kemi garu kundër një universiteti, ajo është eliminu, ne kemi vazhdu në 32-shë, më pas 16-shë, më pas në 8-shë dhe më pas në gjysmë-finale. Dhe në fund jemi renditur të tretit në botë, së bashku me 2 universitetet tjera jashtëzakonisht prestigjioze dhe me reputacion shumë të mirë në fushën, sidomos të drejtësisë, por edhe drejtësisë komerciale specifikisht që ka qenë. E që si tem, drejtësia komerciale, po në këtë rast edhe si pjesë i lëndë, është futur tashërisht edhe në fakultetin juridik, apo jo, në Universitetin e Prishtinës? Po, nëse nuk ka bësh vitin e 4, e tash e kam përfshi edhe arbitrazhin
arbitrajin, si lënë, si mënyrë alternative për zgjidhjet mosmarrëveshjeve dhe ajo është tash pjesë që ka një rëndësi mjaft të madhe tash edhe këtu në Kosovë. Na trego pak për rolet. Çu shikeni pas të ndamen, nëse mundesh me tregu pak edhe për këtë pjesë. Po, patjetër. Atëherë ekipi prej fillimit ndahet në dy pjesë, në palën padice dhe palën e paditur. Fillimisht, pala padice shkruan memorandumin për një muaj e gjysmë, pas një muaj e gjysmë kalojnë pala e paditur, shkruan memorandumin për mbrojtje, edhe mandej shkojnë në randet verbale. Rolet që kemi pas, na për shembull në Morea kemi pas rolet e ndryshme. Në garë, mundet me qenë, pjesa e problemit e ka pjesën e substanciale dhe pjesën procedurale. Edhe përveç që ndahet në paditë sot të paditur, ndahet edhe në mbrojtës të meritave dhe mbrojtës të procedurës së rastit. Për shembull, Morea ka qenë pjesë, ka qenë paditëse në procedurë, kurse unë kam qenë e paditur në substancë. Kur dalë me prezentu në vjen, kur paraqiten argumentet verbale para tribunaleve prestigjioze me arbitra në jetë reale, dalin dy persona prej ekipit tonë, një person që e përfaqëson procedurën, një person që e përfaqëson pjesën e meritave ose substancës, dhe e njëjta gjë për palën tjetër. Arsyeja pse jemi nda ka qenë për me qenë ma e kapshme dhe ma e thjeshtë për neve, për mos me na u përzi argumentet kur shkojnë vjen për me mbrojtë të dyja palët njëkohësisht, pavarësisht që prej fillimit kur ka fillu gara, për kohën jemi përgadit për të dyja palët, sepse trajnerat nuk na kanë lënë shumë jo bëm për njënën, jo bëm për tjetrën, duhet me qeni përgadit për krejtë dhe mandej kur shkojmë atja mundemi me zgjedh. Edhe se më herët se më treguat ndërta nga 5 rande e keni pas me njëherë, kjo mundet me qenë edhe ajo vështirësia që me u përzi njëra me tjetrën tash çka edhe se do të shkojnë. Po që një kohë mjaft e gjatë apo ushtrime intenzive dhe përgatitje intenzive. Sa ku ju ka marrë, çush keni mujt me nda, pastaj edhe kolokviume që i keni pas, provimet, ligjëratat, ushtrimet që pa tjetër nuk duhet me mungu edhe përgatitjen për garën. Mos me harru dhe jetën personale se cili duhet me shku në shpe. Të gjitha këto i kemi sakrifiku për garë, kështu ne jemi marrë me garë ditë e natë, diri sa ka përfundu gara. Ne jemi mbledhë për çdo ditë në fakultet, jemi mbledhë të shtuneve, të djeleve, prej mëngjesit diri natën, edhe kemi punu vazhdimisht. Kemi hullumtu shumë, se edhe na ka pëlqy gara, na ka pëlqy tema që është trajtu, po edhe na ka pëlqy me punu bashk. Kemi kalu shumë mirë si ekip, edhe kemi pas shumë harmoni mes vete, prandaj edhe nuk kemi pas as pak problem me qëndru vazhdimisht me njëri tjetrën dhe me punu së bashku. Kërkon shumë punë edhe të sjell shumë stres, shumicën e kohës, si student që ki edhe angazhime tjera që janë provimet që i përmende, është ka njerë pak problem me i balancu të gjitha, po ne në fillim e kemi ditë rëndësinë që e ka gara dhe kemi vendos me bo prioritet, edhe prej ati momenti nuk ka pas rëndësi asgjë tjetër për ne për atë vetë. E vërtet. E sa i përket provimeve, ne jemi shumë falenderues edhe ndaj profesorëve dhe stafit akademik të fakultetit juridik, me që kanë qenë shumë, e kanë shumë të kuptueshëm, kanë qenë për garën, edhe na kanë qëndru kështu pas në çdo hap, edhe e kanë kuptu edhe nëse nuk kemi shku ndonjëherë ligjërata, edhe na kanë mundësu kështu më vonë kemi hyrë në provime, nëse s'kemi mujtë në kolokviume, kanë qenë shumë të kuptueshëm. Kënaqësi, sepse edhe ata vetë e dinë rëndësinë e kësaj gare. Në momentin kur jeni zgjedhur si ndër tre më të mirët, çfarë momente ka qenë për ju, çush e përballut, andjet krenar, çka thanë të tjerët pastaj? Në momentin kur e kena nitu thonë Universiteti Prishtinës në top 3, shihet edhe në vedo i kemi plot vedo të postume, jemi pak në shok, nuk është që e kuptojmë çka është ndodhur, se fillimisht kur jena nis për vjen, jena nis të bëj gare të thonë, hajde pe them rekordin, po shkojmë top 16, edhe çati pe kryna. Nëse shkojna më shumë, mirë, nëse jo, po kemi besu normal në punën që e kemi bërë çaq gjatë, po nuk e kemi ditë që është e mundur në Universiteti Prishtinës me mri në top 3 në botë. Fillimisht ka qenë shumë shok, mandej kanë qenë emocione, shumë dikush kojke, dikush kashke, dikush krejt të përkra njëri tjetrin, të përqafu, në përgjithësi kemi pasur suport shumë të universiteteve të tjera, sidomos të Ballkanit, na kanë përkra shumë. Po ndjenjë krenaria është gjithmonë në fund kur i dëgjojmë fjalët e mira që t'i japin të tjerët. Familja çka kanë thonë?
Familja në Edhe ata fillim... u shpërblyen me ju. Familja nuk e kanë dashur visin në fillim, se visin nga vjedh prej familjes, me thonë, nuk na sheshen, nuk na nishen, kësajrë na thirrshin telefon ku jeni, qa po bëni me ves, me grupin, mos na pengani, po edhe presion ka pas, ka njerë, lejeni ato garat fakultetit, s'ka lidhje, se edhe nuk e kanë, E kuptueshme. jo familja jo ju. të gjithë janë në këtë drejtim edhe jo të gjithë janë kompetitiv ose duan të marrin pjesë në Po gara. edhe në përgjithësi, unë mendoj që është shumë e rëndësishme, arritja jonë ka luajtur shumë rol në fakt në promovimin e këtyre garave, edhe sa shumë të avancojmë profesionalisht, se fillimisht kur e mendon gare fakultetit, nuk ndihmon qatë shumë, po për neve ka qenë në ka ndryshu jetën në aspektin profesional. Kjo garë, për ty personalisht si studente e cila pret tash me përfundu si vjetë krejt fakultetin, do shta e mendon një tardhme për master brenda ose jashtë vendit, çfarë rëndësie ka? Po pa tjetër, për njohje për master edhe për doktoratur edhe për arritje akademike është në maje, normal që kam e ndihmu shumë, po çka do të thotë për mu është që mu më ka gdhenë si juriste e ardhshme kjo garë, qoftë në aspektin e shkrimit, qoftë në aspektin e përfaqësimit, stresi edhe përgatitja që e kemi pas kur kemi dalë para tribunaleve të arbitrazhit, nuk e dija mundet më krahasu me ndaj gjykate, sidomos si studenta të ri të fakultetit juridik. Po, e vërtet, përgatitje për ka jetë. shumë rëndësi kjo pjesë. Tash flasim pak për evropianët e vitit. Nuk e din që ose nominohen për herë të parë, me qënë se fakulteti nuk është hera parë që ka marrë pjesë në këtë garë ndërkombëtare, për këto rezultate kanë qenë jashtëzakonisht të kënaqshme dhe nuk kanë qenë të arritura vjetë më parë, por do të thotë vitin e kaluar është thyër edhe ky rekord. E tash tregona për evropianin e vitit, çka bëhet në qoftë se zgjedhen edhe çush me ju ndihmu në atjerë tash. Patjetër. Atëherë çmimi evropian i vitit është një çmim që ndahet nga Bashkimi Evropian, nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Çdo vit, tash është viti 9 ose nuk e di sa, po që disa vite, zyra e BE-s nominon disa kandidat, qofshin individ apo grupe të individve. Kjo bëhet për shkak se konsiderohet që ata individ kanë kontribu në promovimin e vlerave europiane në shoqëri. Prandaj edhe nominohen për atë çmim. Nominimi mund të bëhet edhe nga shtetet anëtare të BE-s ose nga zyra në Kosovë, por në fund fituesi zgjedhet përmes votave që merren në rrjetet sociale. Ato llogariten prej lajkave, prej pëlqimeve në Facebook dhe në Instagram, që në postimet e faqes së Bashkimit Evropian në Kosovë, aty janë të nominuarit, edhe ata që marrin më së shumë pëlqime, ato mbledhet në Facebook dhe Instagram, dhe ashtu shpallet fituese. Për ne Dhe sot aty ka dhe të nominuar të tjerë nga Kosova, që kanë pas një impakt me të regu vlera evropiane, që gjende në Kosovë, po me të regu edhe në botë. Gjatë kohës kur fletëm po e gjej postimin në njërë që me fokusu edhe me pa tjerë, së unë e pa ta pak ma të vështirë me e gjetë edhe me bo like, e për juve me pas me atletëm në njërë që me indimu studentët, ju të regaj. Faleminderit. Për ne është një nder i veçantë dhe është kënaqësi që jemi nominu për këtë çmim. Ne jemi nominu për me përfaqësu dhe perspektivën e rinis në atë garë, dhe është nder të jemi në mesin e kandidatëve tjerë të nominuar, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në shoqëri me kauzat e tyre që i kanë. Prandaj thjesht jemi të nderuar të jemi në mesin e tyre. E shohim që gara dhe suksesi unë në garë ka kontribu në atë masë, sa të konsiderohet sa të konsiderohet që e meritojmë të nominohemi për çmimin e Europianit të vitit, prandaj e vlerësojmë shumë këtë nominim dhe e vlerësojmë të gjithë mbështetjen që po e marrim. Është, do të thotë faqja, është European Union in Kosovo, ose EU in Kosovë, edhe do të thotë ju del me njëherë ky postime që ka fotografi të nominuarve dhe krejt në fund i keni studentët, si në lup, edhe mundeni me bo like për ata të cilët e pëlqejnë pjesëmarrjen, i pëlqejnë që t'i mbështesin edhe studentët e tjerë, mënyrë që me arritë dhe me i motivu, por edhe me i mbështet të tjerët në gara të tjera, pa tjetër që edhe të nominuarit e tjerë kam pas një impakt të tillë edhe në vend, por edhe në botë, por në qoftë se jemi pro të rinjve,
pse mos me e jap edhe një like në këto. Këto ose edhe në faqen në Instagram. Nuk e di në të qofë se po vrehet, por se do të qofë për ata të cilë për ndjekin, besoj që se cili prej nesh e kemi të hapur një llogari, një profil në Facebook edhe në Instagram edhe mundemi me jap edhe pëlqimin ton. E pse jo dhe një shirë që dikush tjetër, një familjare apo nga mesi shoqërisë të marrin vesh edhe për këtë gore dhe për këtë nominim, të cilën pra do të zgjidhen në javën e ardhshme. Na trego pak, më thatë që po përgatiten edhe për një garë tjetër. Tash ju vyn kjo motivim me vazhdo edhe për tjetrën. Qose lejohet me nda disa detaje për fund. Po, problem. S'po doj me marrë fokusin prej garës kryesore. Po, unë dhe më reja, tash jemi pjesë edhe një garës tjetër në fakultet, se janë disa gara të cilat janë në kurrikulin e përhershme të fakultetit tash, fakultetit juridik. Gara që është gara e Nurembergut, është gara të drejtës ndërkombëtare penale, ku paka shumë struktura është një që duhet mu trajtu një problemi cili dali njëjtë për të gjitha universitetet. Gara nuk është e madhësisë që ka qenë Visi. Visi ka pas rreth 400 universitete, Nurembergu i ka pak ma pak, i ka rreth 200 aty tikon. Është degë shumë interesante për neve që kemi qenë në arbitrazhën në të drejtë komerciale, që shumë të futur nga e drejta tregtare. Është shumë interesant me dalë pak edhe me prek edhe të drejtën penale, dhe sidomos ndërkombëtare, që merret me temat si krimet kundër njerëzimit, gjenocide, krimet e luftës, e këso tema. E që ka një rëndësi po ashtu edhe për Kosovën. Faleminderit shumë. Uroj që me u zgjedhë dhe Evropianët e vitit. Shohem dhe këtë informatë do të ndojmë pasaj edhe në emisionin e mëngjesit, me tregu edhe për shikuesit, për ata të cilët po na ndjekin me ditë se çka u bë me garën, por si do të qoftë edhe në këtë rast pjesëmarrja ka mjaft të rëndësi, madje edhe rekordin të cilën ju e keni thyer me pjesëmarrje në vis. Edhe uroj suksese të pandalshme për ju dhe krejt ekipin e Fakultetit Juridik. Kënaqësi shumë që ju pata në studio. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe për ne. Shumë faleminderit.